Sekreti i barkut fort nuk është ajo që menon. Unë sot kam ju tregu një pozicion që i targeton muskujt e barkut në 4 mënyra të ndryshme. Nuk të vynë 100 sete me i bo, të vynë vetëm qëto. Këto i kapim pjesën e poshtme, pjesën e sipërme, mantijat edhe obliket anash. Komplet e shtrirë në tokë, sigurohu që pjesa poshtme e shpinës është e ngjitur me tokë, duart nuk mund të futen. Shpatullat i largon nga toka, mundesh edhe këmbët me i dërgu lart tokës. Mos haro pjesa e shpinës poshtë në tokë për lëmbët e dorës drejt qiellit. E para është e thjeshtë, gërshërët lart e poshtë 30 sekonda deri në 1 minutë. E dyta, duart i bën bashkë, shpatullat e lakuara i mban poshtë këmbët ose lart. Nëse këmbët janë lart, i hap këmbët deri sa pjesën e sipërme e dërgon lart, i mbyll këmbët deri sa kthehesh poshtë. Edhe këta e bën 30 sekonda deri në 1 minutë. Liron duart me pëllëmbët drejt qiellit, opsioni i parë mundesh me majt këmbët tokë, opsioni i dytë i ngrit lart, pak sipër tokës edhe me duar shkon drejt gishtave të këmbës. Edhe këta e bën 30 sekonda deri në 1 minutë. Ndoshta madje mundesh me bëhet edhe deri në 2 minuta. Edhe e fundit, njëjtën pozitë, këmbët ose në tokë ose i dërgon lart. Paramendoj që e keni lëtar për sipër, edhe mundosh me u ngjit. Shpatullat i rumbullakson edhe në këtë mënyrë e bën 1 minutë deri në 2 minuta. Në fakt, veç 5 minuta në ditë kemi vrej dallimin, por natyrisht mos haro që edhe ushqimi është i rëndësishëm. E për më shumë video si kjo, bëj një follow Urban FM edhe subscribe në YouTube.